Ngjarje rënd në Korçë, 48 vjeçari gjendet i pajet në banesë. Një ngjarje rënd ka ndodhur në lagjen numër 18 të qytetit Korçës, ku një 48 vjeçar është gjetur pa shenja jete në ambientet e shtëpisë së tij. Shërbimet e policisë kanë ndërhyrë pas sinjalizimit të marrë nga familjarët e viktimës, të cilët kishin humbur kontaktet me të gjatë gjithë ditës. Pasi është mundësuar hapja derës banesës, efektivët e policisë kanë konstatuar trupin e pajet të 48 vjeçarit brenda një prej dhomave. Nga të dhënat e paratimore dyshohet se ai jetonte i vetëm pas divorcit nga bashkëshortja dhe mund t'i ketë dhënë fund jetës në kushte të një gjendje të rënduar psikologjike. Trupi i viktimës është transportuar drejt morgut të qytetit për kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore, ndërkohë grupi hetimor po vjen punën në vendngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë ngjarje të rëndë.